nuk kërkon nga ajeti, se atëherë akuza bie mbi ajetin. Akuza që ka ndodhur bie mbi ajetin, se është fajtor. Tani, fajtor përgjegjësia se ti e njeh dhe ligjin e jeton atë përgjegjësia individuale. Pra, nuk mund të marrë pasojë gjithë familja për shkak se ajeti ka vendosur me kokën e vet të bëjë një misi dhe sigurisht për misi për të cilën i bie që s'keni qenë dakord. Po, unë ajetin e dua përballë për këtë çështje, e dua përballë ajetin për këtë gjë, për mashtrimin që ka folë në media, që ka thonë të gjithë kanë qenë dakord, vetëm për këtë desha me siru me ajetin, që të gjithë kanë qenë dakord, vetëm Ismaili ka qenë kundra. Tani unë po marr vesh për herë të parë se është era dytë që dhe nëna e ajetit ose jetë mirë si i thoni ju nuk ka qenë dakord. Dhe Elida nuk ka qenë dakord. Nuk ka qenë. Tani çfarë përgjegjësie duhet të mbajnë këto për dy persona të cilët janë të rritur? Se unë jam dakord me ty dhe jam dakord edhe me ju si ju jeni. Tani Elidën me ty Iliri kishte një pretendim tjetër që thua se më ka ndihmuar njëri tjetër. Iliri thotë që kemi ndihmuar. Kush të ka ndihmuar të vërtetën? Ndihmuar vetëm motra e madhe që është një. Edhe vllai i vogël ma e Më vjen shumë keq. Emra mos përmend. Emra nuk duhen përmendur personat,